Të mos sonë të kesh I lirë, prej nesër fillon sezona e ngjeshme. Edhe mirë shqyqër Zotit, bëll kena pushu, bëll jena mush energji, edhe tash e kena kohën që me konë sa ma ofër publikut, po edhe njerëzve që na e kanë besu punën tonë. Kështu që mezi po pres. Repertuarin besoj tash e ke ndru çdo vit ndrohet repertuari I këngëtarëve për dasma, sepse vyna I reprezentimi... S'po di qa me thonë, jo, zakonisht këngët e darsma vjen këngët e darsmave, atë tek tuk aty ndrën diçka, edhe po na kërkesat të doja nga Suedia. Këngën pare shtine se... Po gjithë shtine. Shkojnë pare po, s'ka pare të janë njëllë veti, diçka, s'po guxej as me knupër. Nuk e di se na shka ndarsën, besoj shkojnë kështu një vibe shumë I mirë për dasmor. Shumë lem për shtype që kur t'ju vinë befasi, që kja që thash doja, ose kush dhe që e lyp. A ka nëjë moment kështrim kur thush, nuk ja di tekstin soj këngë, qa bënë që është zire? Normalisht po, qëre e mira, e krejt mirave është që na si popull, kështu jena shumë mirë kuptushëm. Edhe une tash pse jam këngëtar zë me thonë mi ditë krejt këngë. Normalisht që di këgja shumë, po na një, si qëre, për shembull, une jam në atë kohën tem kur jem të punu shumë për veti. Edhe une nuk kam kohë mi ngu këngë të reja të kolegëve të mi. Edhe normalisht që... Je I fokusun? Po, dikush për shembull është e ngër muzikën e filan kolegut, edhe I ka pëlqy shumë një këngë që e ka qitë për darsma ose naj sen që e ka qitë verës për shembull. Kinoma. Sot e ka qitë dikush nesër darsën ma lyp, apo e çata është e pamundshme me mësu, amo normalisht e dina paka shumë se për çka mu përgatit ose për sezonën